Pagesa e ndihmë sociale ka ngecur. Familjet më të rrezikuara në vend kanë 10 ditë që presin mjete pa të cilat nuk mund të kalojnë ditën. Qytetarët thonë se pagesa është disa ditë më vonesë, pa të cilën siç theksojnë ata nuk mund të blejnë bukan dhe ilaçet që u nevojiten. И тоа премногу, господине. Социјалната помош, ова област сега требаше да даде на 4-5. Катастрофа е, мислам, за сите граѓани. Има народ кој очекува социјална помош. 5-6 дит. Па ми дуен, по Москва. Сега достанале најмалце едно, па да ти кажам, едно 4-5 дена. Да. Ви требаат тие пари? Треба сино, зашто сега не работат никој мои деца и затоа сега чекам од тоа. Малтретирање. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sigurojnë se pagesa do të realizohet sa më shpejt e jetë e mundur. Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë ju njofton se gjithë procedura për përgatitjen e pagesës së të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve është përfunduar nga shërbimet e ministrisë. Të drejtë për ndihmë sociale kanë personat e papunësuar që kërkojnë punë rregullisht, personat që kujdesen për tjetrin, familjet që marrin ndihmë për fëmijën e tretë dhe ndihma sociale për mbrojtjen e fëmijëve.